Allah fuqiplot në ka lehtësu shumë me përfitu në ibadete. Subhanallah. Është diçka çka e dallon ibadetin e njeriut prej njeriut. Namazin e nejt e falin, dynjes, janë farz, krah për krah. Fjalët e njëjta i thonë, lëvizjet e njëjta i bojnë. Por namazi i njenit është larg prej namazit tjetrit, sikur se qielli prej tokës. Kjo është dallimi te koncentrimi edhe te njeti, çfarë njeti ka. Edhe përmes njetit, subhanallah, Allah na mundson shumë gjëna me i shëndru në prej veprave të rëndomta me i shëndru në ibadete. Njeti është diçka shumë interesant, shumë madhështor është njeti. Nuk i kur gjë me investu, nuk i me unjerësit me u lodh, me u angazhu, vetëm me zemër e pastron njetin, edhe përfiton shumë. Nëse njeriu han rëndomt, han, edhe i forcohet trupi. Por nëse jashton njetin, o Allah, këtë ushqim po e ha me njet që sa ma mënyrë kualitative me të bo ibadet ty. Ky ushqim tash i shëndrot në ibadet. Edhe po han edhe ibadet. Nëse flen me njet, o Allah, po du me pushu që namazin pastaj i këndelur me fal, sa ma i koncentrum, sa ma mirë me fal namazin. A i gjumë të shëndrot në ibadet. Me çka ki shëndru? Me njet. Dhe na mundson Allahu fuqiplot që të njëjtin ibadet me e pasuru me disa njete edhe me përfitu me shumë fishu sevapet. Shembull, nëse një person ka shprehi pas çdo abdesti me i fal 2 rekate siç ka vepru kush? Bilali radhiyallahu anhu. Çka ka thonë, çka madhështoren këto 2 rekate. Mirë po, pas çdo abdesti. S'ka disa ditë po, disa ditë jo. Me çka ma të i kalove, thot, jo me çka ke arrit që para mie me ecë në xhenet e une me ndëgju zërin nallëve tu apo Bilal, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ja Resulullah nuk komlon as abdes as gusël, vetëm se pas ti i kom fal 2 rekate. Por nëse ki këtë shprehi, ke marr abdes, ka thirë zoni shembull i drekës, ke marr abdes me bërë xhamis, po ju në xhami 2 rekate i fal me 3 njete. Njeti i parë 2 rekate pas abdestit, njeti i dytë tahiyatul mesjid, përshëndetje për xhami, edhe njeti i tretë namaz nafile para drekës. Se dreka i ka sa rekate? 4. Ikindia 4, akshami 3, jacia 4, sabaj 2. Dreka nuk i ka 10 rekate. Nuk ka sunet të drekës. Ka sunet para dreke dhe mas dreke. Kështu i ka qujt pejgamberi sa në hadithe, kur thot e dhuhr, el asr, dreka, ikindia, aludohet në farze, ato që ka lyp Allah, por ka namaze vullnetare varësisht prej cilit vakt, para edhe pas. Pra edhe tash i fal ato 2 rekate që ka nafile, ose atë që po thojmë me gjuhën e popullit ton, sunet i par i drekës. 2 rekate, apëshë me 3 njete. Edhe kështu tash po kalojmë te ky agjerim. Nëse i ka agjeru 3 dit, të mujt Shewal, edhe po i pret më ardh ditë bardha, 13, 14, 15, të mujt Shewal. Pra kur është hana e plot. Atëherë dhe këtu i bon me 2 njete. Edhe agjerim të 13, 14, 15, edhe i fut në agjerim të mujt Shewal, edhe kompletohet 6 dit, edhe me këto 6 dit përfiton shumë.